Pas protestës për Zvërnecin, ditën e djeshme në sheshin Skënderbej është zhvilluar një tjetër protestë që ka rikthyer në qendër të debatit publik një nga temat më sensitive dhe më të polarizuara vitet e fundit, pikërisht terapinë hormonale për personat transgjinor ku përfshihen veçanërisht ku bëhet fjalë edhe për të miturit. Në sloganin e mbrojtjes së familjes dhe mirëqenies së fëmijëve, aktivistë të koalicionit pro familjes dhe jetës, gjithashtu dhe qytetarë të tjerë janë bashkuar kësaj proteste ditën e djeshme. Një nga organizatorët, gjithashtu edhe antari i koalicionit pro familjes dhe jetës, një herë është edhe antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, zoti Jonathan Pano, vjen nga terreni për të na treguar se si u zhvillua dhe organizua protesta ditën e djeshme. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për të. Për ta nisur fillimisht me këtë protestë, pse mendoni se kjo kauzë meriton vëmendjen e qytetarëve dhe t'i përgjigjen pozitivisht thirrjes për të ardhur aty? Ka të bëjë me të ardhmen e familjes, ka të bëjë me të ardhmen e fëmijëve. Në fakt, kjo si gjë nuk është një rufen qellë të hapur për ne. Ne kemi paralajmëruar që me ligjin e barazisë gjinore, i cili u miratua me 77 vota në nëntor të vitit 2025, dhe thamë që shumë shpejt do të fillojnë me ideologjinë gjinore në përshkolla dhe më pas do të vazhdojnë me terapitë hormonale dhe me një konglomerat gjërash të tjera që vinë si pjesë e agendës woke e cila po implementohet tashmë në Shqipëri. Por kur e thamë ne dhe kur po përpiqem ta paraprinim projekt ligjin atë kohë për barazisë gjinore, me sa duket populli ishte pak më i qetë dhe nuk e vuri shumë ujë në zjarr. Vetëm javën e kaluar, ne pam pas paradës së LGBT-s në Shqipëri, doli udhëzimi nga Ministria e Shëndetësisë drejt Qendrës Spitalore Universitare të Tiranë, që udhëzonte për protokollet dhe procedurat e terapive hormonale, ku specifikohej që nuk është e rekomandueshme për personat minoren, por nëse është e nevojshme mund nisi që në moshën përpara moshës 16 vjeçare dhe pse ka studime të limituara nga mosha 13.5 deri në moshën 14 vjeçare. Shiko, në momentin që bëhet fjalë për lirinë individuale të gjithë secilit ne nuk kemi asnjë lloj problemi. Pra çdo njeri është i lirë, është çështje zgjedhje, çdo njeri është i lirë të jetojë jetën e tij apo jetën e saj si të dojë. Pra, asnjëherë nuk do të hyjmë dhe të përpiqemi të diktojmë dikës se si do ta jetojë jetën e tij. Por kur këto gjëra bëhen agjendë dhe kjo agjendë është e qartë tashmë sepse ne shikojmë projektime dhe shikojmë se çfarë ka ndodhur në vende të tjera, shikojmë se çfarë ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Kanada apo në Gjermani, ku kemi fëmijë që kanë kaluar këtë procesin e tranzicionit dhe a dini se si fillon. Fillon me këto puberty blockers, që quhet, me bllokuesit hormonal që në moshën e pubertetit, që mos ta lejojë djalin të marrë tipare mashkullore dhe testosteronin që të rritet, apo femrën që të marrë ato tiparet femërore që ajo duhet të ketë. Dhe në moshën e mitur, në fëmijëri, këto puberty blockers, këto terapitë hormonale japin një efekt të pakthyeshëm. Dhe kemi raste të pafundme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për persona të cilët kanë hedhur në gjyq me miliona dollar shtetin, me idenë që ne nuk e dinim që këto gjëra ishin të pakthyeshme, ose kemi raste të tjera që janë të raportuara persone që kanë bërë vetë vrasjen, vajzat të cilat janë kthyer në djem dhe thonë ne nuk e dinim dhe nuk na e kishte thënë dikush që është më e vështirë të jetosh. Pra, ju jeni kundër çdo lloj forme terapie hormonale apo vetëm kur aplikohet tek të miturit? Pra që le të themi nuk e kanë arritur moshën e pjekurisë për të vendosur apo për të qenë mjaftueshëm të vetëdijshëm për të marrë të tilla vendime mbi trupin e tyre apo mbi identitetin e tyre gjinor. Ne jemi kundër çdo lloj terapie hormonale e cila ofrohet si shërbim nga sistemi shtetëror i mjekësisë. Pra, ne nuk mund të jemi hipokrit. Duhet ta shikojmë të vërtetën në sy. Cili është sistemi shëndetësor që ne kemi tani? Është një sistem që e ka pacientin në fokus edhe në qendër. Ne shikojmë kemi probleme me onkologjikun. Sa herë është raportuar për mungesën e ilaçeve apo protokollet mjekësore të cilat jepen të pjesshme për shkak të mungesës së ilaçeve, apo për këto PET skanet që mungojnë, apo për analizat gjëra më bazike. Mbas datës 20, ne tashmë e dimë që në spitalet shtetërore ti nuk mund të bësh më analiza. Pra ne duam mjekësi për shëndetësi, jo për ideologji. Dhe në momentin kur ideologjia futet në sistemin shëndetësor, atëherë bëhet një problem dhe akoma më shumë tek të miturit. Sepse ka diçka. Shpesh e thonë si retorikë edhe kanë si argument që sa fëmijë do kesh, nuk është se ne do kesh shumë fëmijë, ajo ndodh në raste të rralla. Por është me futjen e ideologjisë gjinore nga kopshtet, nga niveli parauniversitar, pra nga
kopshtet, 9-vjeçarja, gjimnazi që do të fillojnë nga shtatori sipas Mirela Kumbaros, është se ajo pika e vogël e ujit e cila bie mbi gur. Pra nëse ti merr shishën e ujit dhe hedh mbi gur, nuk do të kesh asnjë lloj ndryshimi. Por nëse ti e lë progresivisht për një afat të gjatë kohor, ne do të shikojmë që numrat e këtyre personave do të fillojnë edhe do të jenë në rritje. Le t'i lëm fëmijët që të jenë fëmijë. Nëse ka të rinj adoleshent, shiko, moshën 13-14 vjeçare, je në atë shpërthimin hormonal, ti nuk e di se çfarë do. Ti ke problemet menaxhosh emocionet e tua. E jo më kesh një mësues, kesh një psikologet, kesh dikë tjetër në sistemin shkollor që thotë, shiko, mbase ti je djalë i burgosur në trupin e një vajze, po nëse është kështu, atëherë le të fillojmë me terapinë. Ju e keni përshëndruar debatin publik në mbrojtjen e familjes tradicionale. Në këtë kauzë dhe në këtë protestë, po. Në këtë kauzë, po, por mundët edhe rastin e ligjit për barazinë gjinore. Është realisht nën kërcënim familja tradicionale shqiptare në këtë momente që po flasim? Nëse një qytetar i konsideron terapinë hormonale transgjinore për fëmijë kërcënim, pa diskutim që po. Por nëse kemi persona tjerë pastaj që nuk i intereson kjo, siç e thotë, unë për fëmijën time kujdesem vetë, nuk e vras mendin se çfarë ndodh me fëmijët e tjerë, shiko, çdo njeri është i lirë të jetojë jetën e tij si dojë dhe në mënyrën se si e projekton jetën e tij. Për ne pa diskutim, sepse ne duam të mbrojmë ato gjëra që i kemi më të shtrenjta. Ne kemi parë cili është problemi kryesor që kemi sot në Shqipëri. Shpopullimi. Nga 2012 deri në 2025, sipas raporteve të Eurostatit, kemi mbi 1.1 milion shqiptarë të cilët janë larguar në mënyra ilegale, azil kërkues apo persona me leje qëndrimi. Pra, mosha mesatare është duke u rritur, numri dhe përqindja e fertilitetit është duke rënë. Aktualisht jemi në koeficientin më të ulët të fertilitetit që ne kemi patur ndonjëherë si kombë. Dhe në vend që të ndihmojmë, të asistojmë çiftet e reja, që në vend që të largohen, le ta gjejnë atë dëshirën për ndërtuar të ardhmen e tyre këtu. Sepse nuk mund të bëjmë një shtet komunist që të mbyllim kufit tanë sërish edhe të themi që ju nuk do të largohen. Dhe në optikën tuaj, cila është kriza më e madhe që po përballet familja shqiptare? Varfëria, kriza ekonomike dhe emigracioni, këto politika sociale? Të gjithë faktorët ndikojnë në shpopullim. Sepse unë shikoj dhe tek brezimi, shikoj dhe tek studentët e mi në auditor. Pra çdo vit e kemi më pak student. Por kjo vjen nga e para demotivimi për shkak të destabilitetit ekonomik. Në momentin që ti shikon persona në administratë publike të cilët janë korruptuar dhe po pasurohen duke vjedhur taksat e qytetarëve, ndërkohë që ti do të jetosh një jetë të ndershme, nuk ja del dot. Do duhet bësh 2-3 punë, do duhet të gjesh mënyra të ndryshme për të dalë. Një çift i ri, sa vite do i duan që të blejë një banesë në Tiranë, sepse tani jemi koshient, gati thuajse gjysma e popullsisë shqiptare po jeton në Tiranë. Pra, destabiliteti juridik. Ne shikojmë se çfarë po ndodh me të gjitha dosjet që janë në sistemin gjyqësor në Shqipëri dhe sa kohë duhet për një çështje gjyqësore e cila të kalojë të gjitha ato procese dhe personi të marrë të drejtën e vet. Ne shikojmë problemin tjetër me pronat. Sa familje janë gjyqeve me njerëz të ndryshëm për shkak të problemeve dhe konflikteve që ata mund të kenë me pronat. Dhe të gjitha këto të çojnë në shpopullim. Por çfarë do të sjellë shpopullimi? Shpopullimi do të sjellë prindër të cilët do të rriten, nëse pra do të plaken të vetmuar, të rinj, të cilët nuk do të jenë më këtu, ne tani po shikojmë qytete të cilat janë të shpopulluara. Hajde ikim Çorovot, shikojmë sa të rinj kanë mbetur. Hajde ikim nëpër këto qytete që kanë qenë qytete, hajde ikim Selenicë. Mos folur pastaj për fshatrat. Shikojmë se çfarë ka ndodhur, pikërisht mos flasim pastaj për fshatrat. Dhe jemi përpara një diskutimi dhe një vendimi që Shqipëria duhet të marrë. A do ta ripopullojmë Shqipërinë me etnicitete të huaja, dhe të fillojnë emigrimet masive drejt Shqipërisë, apo do ta shikojmë familjen si prioritare dhe do ta shikojmë familjen shqiptare si investim. Atë gjë që ka bërë dhe Hungaria, sepse dhe Hungaria ishte pikërisht në të njëjtën pikë përpara se të futej në Bashkimin Evropian. Po, dhe këtë do doja t'ju pyesja, ka pasur praktika nga vende të tjera që kanë dashur ta implementojnë në ligjin e tyre këtë udhëzim për futjen e terapisë hormonale? Për terapinë hormonale. Po, për terapinë hormonale. Terapia hormonale, një problem dhe një diskurs që ngrihet nga grupet caktuara thonë që është kriter për Bashkimin Evropian. Por nuk është e vërtetë është gënjeshtre. Kështu që dhe justifikimi i zëvendës ministres së shëndetësisë. Kushdo që mund të bëjë një kërkim në internet, do t'i dalë dhe do të lexojë nga udhëzimet e Bashkimit Evropian që kjo mbetet autonomia e secilit vend për ta vendosur vetë. Por janë disa kritere bazë të cilat përcaktojnë për shembull ligjin për mos diskriminimin. Për cilin pa diskutim që dhe ne nuk duam që askush të diskriminohet. Apo dhe ligji për barazi gjinore. Nën termin barazi gjinore ne nënkuptojmë një burr e një grua apo jo, që të kenë pagat barabarta. Ose të kenë disa të drejta të tjera të barabarta në ambientet e punës apo në vende të tjera në përfaqësi në politikë etj.
Por brenda termit barazi gjinore të cilin Bashkimi Evropian e ka kusht, nuk e ka kushtin tjetër për ideologjin gjinore në përshkolla, nuk e ka pjesën tjetër për shembull. Nëse do të vinë një person dhe do të ndryshojë gjendja civile dhe do fillojnë persona transgjinor të jenë si një kategori më vete, çdo ambient pune do ta ketë për detyrim që për secilin gjini duhet të ketë minimumi 30% përfaqësim. Nuk e din nëse ju jeni të kësaj klauzole brenda ligjit barazi gjinore apo jo. Dhe gjinia është e përkufizuar në këtë ligj si një konstrukt social. Çfarë do thotë konstrukt social? Do thotë që është i ndryshueshëm. Unë sot mund të jem mashkull, nesër mund të deklarohem si femër, pas nesër kismet varet se si shkon ky muhabet. Por përsa i përket protestës që ne organizuam dhe thirrëm, mbas paradës komunitetit LGBT, u njoftuam unë së bashku me babain tim pastorin që 2 prej këtyre grave të cilat u bën dhe atë celebrimin tek Bashkia e Tiranës që bën dasmën e parë lesbike në Shqipëri duke u martuar në bashki, edhe pse nuk ishte legjitime, kishin kërkuar urdhër mbrojtje ndaj meje dhe ndaj babait tim. Me sa duket që kanë ndjerë të intimituar nga postimet që ne kemi bërë, sepse në një postim në rrjetet tona sociale ishte një përfaqësues i komunitetit, ishte zëvendës kryeministrja dhe ambasadori Gonzato. Në background ishin 2 fëmijë të vegjël. Tani, po e kemi parë. Ky komunitet, se dua ta sqaroj si që, i merr fëmijët nëpër këto parada. I nxjerr në parada, i bën foto, i publikon fotot, i përdor fotot zëvendës kryeministre për propagandë. Ato fëmijët kanë shkuar me për një detyrë, kanë përshtypjen. Po dakor, po foto nuk ja bëm ne, foton e nxori zëvendës kryeministre. Dhe në moment që ne themi, ky është projekti i rilindjes për Shqipërinë, atëherë ne që kemi urrejtësit dhe minuesit e demokracisë e diskriminuesit e mëdhenj. Ne e fituam çështjen gjyqësore që ato kishin hapur, në fakt është çështja e 5 ndaj familjes tonë që hapet nga antarët të këtij komuniteti, dhe po atë ditë ne shpallim gjithashtu protestën apo marshimin paqësor që ne do të bënim nga sheshi Skënderbej drejtuar pastaj drejt Ministrisë së Shëndetësisë. Pastaj pjesa e Zvërnecit, protesta tjetër, organizimet paralele, gjitha këto është diskutim tjetër. Si e menduat, patjetër kjo kauzë meriton vëmendjen qytetare në optikën tuaj edhe të qytetarëve të cilët janë bashkuar, por ka kritik, le të themi që opozita nuk u mobilizua mjaftueshëm për protestën e Zvërnecit, por u përqendrua tek protesta kundër terapisë hormonale. Të paktën edhe zoti Berisha e mbështeti publikisht kur u pyet se në ato orë këtë do mbështesni, sepse zhvilloheshin në të njëjtën orë paralelisht, tha protestën pro familjes. Fakt, me sa unë jam ndjeni, nuk u pyet se këtë do mbështesin njërën apo tjetrën, po gjithsesi. Ku do jeni? Pra, ku do jeni në orën 18 pasi ai organizon dhe foltore? Foltore është në një orar tjetër, është në orën 19, po gjithsesi nuk visi përfaqësues i Partisë Demokratike që mund t'ja përgjigje në emër të Partisë Demokratike në këtë rast. Shiko, çdo njeri është i lirë të protestojë për atë që e ndjen. Një person dele proteston për flamingot, një person proteston për konceptin e vjedhjes së Shqipërisë, një person proteston për coptimin e tokave, pa diskutim ka arsye pafund për të protestuar. Cila është... Zvërneci ka marrë për masë më të madhe se flamingot, flitet për një interes kombëtar. Shiko, flamingot janë brenda Zvërnecit. Po, e qartë, po. Shiko, për ta sqaruar. E përshëndes protestën dhe mendoj që ka legitimitet në ato kërkesa që protestuesit bëjnë, sepse dhe ne mendojmë që me largimin e Edi Ramës, atëherë Shqipëria do të ketë një tjetër qasje, do të ketë një tjetër perspektiv. Pra në momentin që kryeministri largohet, atëherë gjitha këto çështje e tjera janë më të zgjidhshme dhe janë më të menaxhueshme. Por për arsye logjistike dhe organizimi, nuk mund të shtyej apo nuk mund të anullojë protesta e cila ishte organizuar nga Koalicioni Shqiptar për Familjes dhe Jetës. Ne i tham, pa diskutim jeni të gjithë mirëpritur, nëse dhe nuk ishte problem nga ana jonë, edhe momenti kur një pjesë e protestuesve u bashkuan në qendër dhe më pas u larguan për të bashkuar. Pashtë edhe një foto në rrjetet sociale të organizatorit të protestës që unë e kisha ditën e djeshme me zotin Akil Pano, pra që nuk kishte ndasi mes personave që do të protestojnë, pra pavarësisht kauzave që janë të ndryshme. Nuk e kam parë si foto, po gjithsesi nuk ka, ne jemi të gjithë shqiptarë dhe ne po kërkojmë gjithë një të gjë, po kërkojmë zgjidhje të hallit. Dhe si na zgjidhet halli, Edi Rama largohet nga
pozicioni i tij si Mendoni kryeminist. që kjo protestë do t'i kthehet në një kosto politike, zotit Rama? Tani po ju flas në cilësinë e antarit të Partisë Demokratike, Këshillit Kombëtar. Cila nga? Protesta e Zvërnecit flas. Sa ajo ka marrë një mbështetje masive dhe do të vijojë. Nuk e di nëse ju do të vijoni me protestat Shiko, unë me koalicionin pro familjes dhe jetës. Mbasi mbaruam protestën me koalicionin e familjes, unë së bashku me një grup u bashkuam përpara kryeministrisë. Pra sepse janë çështje që na prekin të gjithëve. Ne kemi parë Shqipërinë se si është bërë copa se si është shitur pjesë gjithandej. Pra, dhe përsa e përket Zvërnecit, ka një ndarje mes mosdashjes së investimit privat, sepse unë besoj që gjithë ne si shqiptarë do donim investimet huaja, që vinë edhe janë masive dhe do të ndikojnë ekonominë e vendit. Edhe protestuesit nuk besoj se ka ndonjë shqiptar që është kundër investimeve të huaja, investimeve strategjike, që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe përfituesit fundor janë shqiptarët në fund, jo vetëm në interesat e një grushti njerëzish si rëndom kemi parë. Dhe në krahasim me gjitha këto ligjet për investitorin strategjik apo paketën e maleve, e cila është një skandal i madh, sepse po e copton tani më edhe malet e Shqipërisë, por na kanë dalë malen Maminas, apo s'kan dalë malen në Kavaj, na kanë dalë male gjithandej që se dinim që kishte male. Pa diskutim që unë mendoj që do të ketë një kosto për kryeministrin edhe për partinë e cila është... Pra jeni pro një transparence për mënyrën se si zhvillohet ky projekt në Zvërnec, duke qenë se përmendet edhe raste të ngjashme si paketa e maleve apo të tjera iniciativa që kanë ndërmarrë qeveria, të cilat e kanë cënuar besueshmërinë tek publiku. Pa diskutim, dhe kjo është çfarë ne po kërkojmë. Ne po kërkojmë informacion. Ne po kërkojmë sepse a shpron publike, a shpron shtetërore. Mbase disa pyetje që unë i kam patur në fillim është këta persona që protestojnë sot, pse nuk protestuan përpara 2 vitesh kur u lançua projekti për Sazanin është tokë publike. Pse nuk protestuan në 2024 kur u ndryshua ligji për zonat e mbrojtura. Ne kemi qenë dhe Partia Demokratike ka organizuar protest për ligjin e zonave të mbrojtura. Pse nuk u çuan aktivistët e shoqërisë civile. Nga krau tjetër, pse nuk u çuan për aeroportin e Vlorës, që për hir të vërtetës dhe aeroporti i Vlorës është në një zonë të mbrojtur. Pra ligji i zonave të mbrojtura kaloi përpara se të miratoj. Do shta kësaj here ishte ajo pika e fundit që u mbush vazoja që të gjithë të mobilizohen për të dalë. Dhe nuk ka sken më të shëmtuar se sa të kesh mercenar në tokë shqiptare që janë shqiptar dhe marrin zvarr qytetarët shqiptar. Po ne të njëjtën gjë kemi parë edhe në Rjoll. Ne të njëjtën gjë kemi parë edhe në Theth, se si janë prishur investimet dhe si janë prishur pronat private të shqiptarëve. Por nuk do doja në asnjë mënyrë që shqiptarët influencoheshin nga foto me inteligjencë artificiale apo me taktika të tjera të cilat janë dashakeqëse për të nxitur atë urrëtitjen e shqiptarit mes shqiptarit. Ne jemi të gjithë shqiptar. Pra mendoni që do të ketë edhe tentativa për përçarje në protestë? Edhe mundet. Për ta shuar le të themi të gjithë të iniciativë? Shiko, Edi Rama këtë taktikë ka padur gjithmonë. Ka padur disa zjarfikës që futeshin dhe inflirtoheshin për protesta ndryshme dhe shuanin gjithë protestën. Unë shpresoj që ky mos jetë rasti. Dhe nga krau tjetër thuhet shpesh që protestat nuk duhet të jenë më politike. Por çdo gjë në këtë vend është politike. Dhe nuk mund të pretendosh që mos t'i japësh konotacion politik. Kur zgjidhja... Patjetër tani ka marrë për masa më të mëdha, nuk bëhet fjalë vetëm për një kauzë mjedisore apo pretendon, është zgjidhje politike. Dhe në disa aludime thonin që koalicioni familjes nuk... Pra, ka arsye politike dhe gjitha këto gjërat e tjera. Pa diskutim. Sepse ligji është një ligj i miratuar me 77 kartona, ligji i barazisë gjinore, që nëse shfuqizohet ai ligj, atëherë gjitha pasojat e tjera prapa vijuse do të shfuqizohen. Por nga krau tjetër, le të bashkohemi të gjithë bashkë. Cili është fokusi kryesor? Rrëzimi i Edi Ramës. Dhe pastaj unë pash që kishte rreth 5 kryetar partish që i pash dje në protestën përpara kryeministrisë. Bravo i qoftë. Që po mobilizojnë strukturë dhe bravo i qoftë që po lidhen nga anë të ndryshme. Ska asnjë gjë të keqe që edhe Partia Demokratike ta përdor për kapital politik të gjithë këtë moment delikat të mazhorancës. Por, nga krau tjetër, cilët janë organizatorët e këtij grupimi?
Qytetar të thjesht. Dhe fokusi i kësaj proteste është realisht ndalimi i këtij projekti që nëse është ashtu siç thotë kryeministri, i bie që ne po ndalojmë një investim privat për 4 miliard dollarësh i cili do t'i japi kontribut të jashtëzakonshëm në shoqërinë shqiptare, që nëse do të ishin kundër duhet kishin reaguar më parë, ose pastaj është taktik për të ngritur pazarin e kryeministrit. Por gjithsesi, unë për momentin nuk mund të them asnjërin dhe as tjetrën. Unë përgëzoj thirrjet e protestuesve për largimin e Edi Ramës si kryeministër dhe mendoj që të gjithë ne duhet të jemi bashkë. Partia Demokratike, siç ka protestuar dhe unë siç kam qenë pjesëmarrës në 44 protesta përpara bashkisë, pjesëmarrës në organizimet dhe tubimet e koalicionit familjes, pjesëmarrës në për protestat të tjera, do vazhdoj që të jem mbështetës i kauzave civile. Do vijoni të merrni pjesë në këto protesta? Po besoj se edhe mund të marr pjesë deri në momentin që unë praqkohë sa unë shikoj njerëzit që janë me shpresë për ndryshim, atëherë do të vazhdoj të jem pjesë. Do mobilizoni për një protestë të radhës me koalicionin pro jetës dhe familjes për këtë kauzë kundër terapisë hormonale? Ne jemi duke diskutuar gjithë skenarët, ne paralelisht kemi çështjen në gjykatën kushtetuese për ligjin e barazisë gjinore. Nga krahu tjetër jemi duke mbështetur organizimin edhe mbledhjen e 50.000 firmave për referendum për shfuqizimin e ligjit të barazisë gjinore dhe do të bëjmë çdo gjë që kemi në dorë për të mirën e këtij vendi për atë që ne besojmë. Besojmë në ruajtjen e dinjitetit njerëzor, besojmë që jeta është e çmuar dhe duhet ruajtur deri në fund dhe fëmijët meritojnë që të kenë një fëmijëri të shëndetshme dhe në shkolla duhet mësohet biologji, nuk duhet mësohet ideologji. Dhe le t'i lëm fëmijët që të jenë fëmijë. Dhe nuk ka asnjë gur apo asnjë pikë ujë dhe asnjë flamingo që të jetë më i vlefshëm dhe të ketë më shumë vlerë se sa jeta e fëmijëve shqiptar. E qartë. Mirë, zoti Pano, ju falenderoj për këtë bashkëbisedim. Faleminderit ju. Mirë, kemi mbritur kështu në fund të hapësirës të ftuarit, pak publicitet, ju falenderoj për vëmendjen tuaj.